Përshëndetje Ilaria, Paoli, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Faleminderit, mirë se u gjeta. Atëherë ju jeni një italiane që jeton në Shqipëri, po edhe një shqiptare që shkoni në Itali ndonjëherë, okay? Çfarë mund thoni Po, diçka ti- për karrierën tuaj? po. Atëherë, siç e keni thënë, unë jam një italiane që jetoj këtu në Shqipëri prej 10 vite dhe jam një fotografe, së pari. Ka qenë pasioni im që kur kam qenë e vogël, dhe kam zhvillu në vite mësnaj si punën time. Në fakt hapa studio këtu në Tiranë. Dhe mësë kjo pasionin tim për foto zhvillue në diçka tjetër, që është kuptimi dhe mësone shpendarje, po themi, me tregu sa më shumë Shqipëria, italianët e mirë. Kjo ishte. Po, atëherë, çfarë të pëlqen nga Shqipëria? Atëre, kjo është një pyetje e bukur sepse ka shumë gjëra që më pëlqejnë nga Shqipëria. Tash mund të themi që Shqipëria më pëlqej çdo gjë, se është me vërtet një vend shumë i bukur, jeni një popull fantastik, jeni një popull mikpritje. Edhe përveç kësaj, Shqipëria ka në çdo cep një bukurie manice. Mund të themi që Shqipëria, siç e them unë për herë, është Italia ime e vogël. Po, Se ka se ka me vërtet se është normale, është më e vogël se sa Italia në Masia, por ka çdo gjë fiksi Italia, ka deti, ka malet, ka kodra, ka liqen, ka lumi, është në çdo cep është shumë e bukur. Atëherë, juve merreni kryesisht me promovimin e vendeve të bukura të Shqipërisë. Mund të na përmendni disa vende ku keni qenë dhe ju kanë bërë shumë përshtypje dhe i keni promovuar në rrjetet tuaja sociale, po. Patjetër. Atëherë, siç e thash shparë, unë jam duke promovuar shumë Shqipëria, sepse tash nuk ka nevojë në fakt Shqipëria për të promovuar, se sidomos kohët e fundit Shqipëria po shumë e famshme në botë, por është më shumë, po themi, një turizm, sidomos turizmi verore. Por unë mendoj se Shqipëria nuk është vetëm deti dhe gjëra të tilla. Mendoj se Shqipëria ka shumë edhe më shumë për të treguar edhe për të parë, për të treguar njerëzi që ka një histori shumë e vjetër, një histori shumë e veçantë, plot kultura, tradita që ju e mbani akoma ditët e sotshme në një mënyrë e përsosur. Kështu që vendet e fundit që kam qenë në fakt dhe që kam promovuar me shumë shef, ka qenë Shkodër. Shkodër është një qytet, siç e dim, shumë e bukur, është një qytet që është plot arti dhe shumë njerëz me kulturë. Edhe në fakt fiks atje kam gjetur një vend që kam ngel pa fjalë, nuk kam ditë pak kohë më parë çfarë bëjt atje, edhe ishte diçka shumë e bukur, edhe që të gjithë duhen të dinë nga çfarë bëhet atje. Pra janë maskat veneciane. Po, këta po flasim për maska veneciane, edhe kur shkova atje, unë mendova se do gjysha thjesht kështu, një fabrikë, ndoshta kur do të jetë në makineri që i prodhoi këta gjëra, por jo, në fakt s'ishte ashtu. Ishin artizane që prodhoishin maska veneciane nga fillimit e parë që ishte një cop letër deri në pjesën e fundit që ishte diçka nuk e di, ngela pa fjalë dhe më se ishte një kryevepër. Se me vërtet me fillu nga atë cop letër e me shku nga një maskë që kam treguar në të videos time, është diçka e papame. Me vërtet ishte diçka për tu
habit se si e bëjnë ata maska, edhe për t'u lavdru puna që u nis atje, se ka qenë një shqiptar që ka fillu atë puna, ka qenë në Venecia, edhe mësnaj ka marrë prap atë puna, e ka mësu atje, e ka pru për këtu të shtëpia vetë në Shqipëri, edhe ka zhvillu një fabrikë, një showroom mësnaj, kur edhe mund të blej normale dhe maska, për gjë më bukur është që bëhet një maska veneciane fiksë, si që është historia e si që e do arti veneciane. Kështu që gjithë puna me dorë. Atëherë kemi padur dhe një aktivitet në Shkodër, me që se jemi në Shkodër. Keni qenë te kjo karnavalja e Shkodrës? Po, kam qenë fikse se atë desha me realizu të videos time, me tregu njerëzi se gjithë bota normal njef karnevalit e Venecia ose karnevalit që bëhet në Brazil, por ndoshta jo shumica nuk njohin karnevalit të Shkodrës. Edhe ata ishin me vërtet shumë e veçantë. Se pari ka një lidhje shumë të bukur me Italia. Edhe prandaj të festohet në Shkodër e Venecia, se në 1860, që atyre ka filluar me festu Shkodër karnevali. Edhe që atyre nuk është ndalu mo, masnaj për fat keq në pjesa kur ka qenë komunizmi është ndaluar, por mbas ata në vitit po themi të fundit të 90-ta, Shkodër ka fillu prapë me marrë këtë tradita shumë e bukur, edhe prapë e fillojnë ta festojnë. Edhe ka qenë me vërtet shumë gjë e bukur, me pa edhe nga afër si që festojnë shkodran këtë festa, edhe në fakt me pëlqeu shumë një gjë se Venecia ka diçka që atje më shumë veshin si qenë ata maska veneciane, kështu që mund të themi që është më shumë një festa për edhe më përpara diku që ka qenë më shumë me lek. Kurse Shkodra nuk është ashtu, dhe më thonë këta festa e kanë zhvilluar në një mënyrë tjetër që jo vetëm ai që është i pasur mund ta festoj, por gjithë njerëzi, se zbulova për shembull që edhe veshje që bëheshin atje, nuk ishin vetëm veshje nga një i pasur, por një që për shembull kishte ndaj pjesë copa, e bëjte mama vetë në shtëpi, kështu që ishte diçka me vërtet shumë e bukur. Edhe përveç kësaj, kam filluar me përdorur edhe një karneval tjetër në Shkodër, që është më afër te qyteti im, që quhet Karnevali i Viareggio. Atë në karnevalin e Viareggio bëjnë këta quhen tash si mund ta them, janë kështu zhvilluar në një makina po themi shumë e madhe ose si karatrec, edhe sipër vjen këta që janë kështu si tip bëjnë shfaqje, po. Po, shfaqjet e mëdha, që mund të jenë për lloj tema. Për shembull në Itali e përdorin për të bë pak satira në kuptimin e politikës, ose tema që mund të jenë në përbot për lloj gjëna, edhe të njëjta gjë ndos tash në Shkodër. Kështu që kjo gjë që kanë bashku disa karnevale atje është me vërtet shumë e bukur, se pavarësisht se kanë marrë traditat e veta, kanë marrë edhe tradita nga disa vende dhe kanë bërë të vetja. Është shumë gjë e bukur. Atëherë, ne i përkasim mes dhehut, edhe gatimet pak a shumë janë afër njëra tjetrës, nga gatimet shqiptare që juve, do të them, nuk i keni njohur më përpara. Çfarë do veçonit? Po, atëherë, mendoj se Tavadeu është e para që më ka përveç se më ka pëlqyer shumë, besoj se është diçka e ndryshme nga atë që isha mësuar unë. Kështu që Tavadeu besoj se është e para. Dhe
ata mund ta bësh me lloj gjona, e është për herë shumë e shijshme, edhe diçka që kam shumë punë, por në fundit e kuptova sa punë do, sepse del diçka shumë e shijshme. Atëherë një pyetje kam për gjithë ata që e kanë mësuar gjuhën shqipe në vazhdim, domethënë si puna juaj. E flisni shumë mirë. Po. Sa e vështirë është? Sa e vështirë është shqipja për një të huaj? Shumë e vështirë, shumë e vështirë, sidomos madje unë normal fol për vete, por nga të që kam dëgjuar deri tash, për ne italiane është pak më e vështirë me mësu një gjuhë të huaj, sidomos shqipe, sepse ne kemi në alfabetin tonë 21 shkronja. I kemi marrë falas 5 nga anglishtja, kështu që 26 përfundimtar. Kundra juaj që e keni 36-ta. Edhe përveç që ju keni 36-ta, keni 2 shkronja të bashkë, që ne nuk e kemi fare në alfabetin tonë, kështu që se pari për ne është shumë e vështirë fonetika juaj me mësu. Edhe atë tash besoj se kam akoma problem këtë gjë edhe mundohem për herë me mësu. Dhe përveç kësaj normal edhe për diçmeria, se për shembull unë mendoj si që mësojnë në gjithë që unë mësova shqipe, por shqipe dialekti. Nuk mësova shqipe letrare. Kështu që akoma ndoshta edhe kjo për mua është një sfidë që do e rregulloj në vitet e vazhdimit, por që e di që e kam mësuar shqipen në këtë mënyrë, sepse e kam mësuar për diçmerinë time. Por që është një gjuhë me vërtet shumë e vështirë, është pakte unë besoj se më ka ndesh 2 vite që ta mësoj mirë me fola jo rishme, por mirë. Po, është e vështirë edhe për shqiptarët është e vështirë shqipja, për ta folur. Atëherë, jemi në fund bisedës. Çfarë mesazhi keni ju për shqiptarët, për italianët? Çfarë mesazhi? Atëherë, mesazhin tim është që ata që janë duke bërë unë tash, edhe që ka filluar gjithë ky udhëtimin tim, sidomos në rrjetet sociale, ka qenë një momenti që unë desha me shpreh emocionet e mia që e kam përjetuar këtu në Shqipëri, dhe përveç kësaj që desha me tregu emocionet e mia, desha me tregu siç është Shqipëria në realitet. Që do thotë, pavarësisht se Shqipëria mund të ketë jo gabime, por që mund të ketë diçka që nuk shko, kjo gjëja në fakt e kanë një gjithë. E ka edhe Italia ime, e ka edhe Amerika, e ka në lloj bota ka një defekt, se ashtu është. Por mendoj pak nga ana ime që njeriu do shikohet çik më shumë anat pozitive se sa negative, se në fund fare mos na çfarë ngel njeriu. Kështu që i them të gjithëve, shijoni sa më shumë atë që keni, se si Shqipëria, si Italia janë vende kryevepër. Edhe mjeftoj që njeriu të jetë i lumtur, edhe mund të jetojë kudo në botë, mjeftoj që të jetë i lumtur, edhe çdo gjë mos na të shkohet ashtu si do jetë e shkruar. Po, ju falenderoj Ilaria, ju uroj suksese në punën tuaj dhe t'ja kaloni sa më mirë në këtë Shqipërinë tonë të bukur.